Qështu e kini bo propagandën, qështu e kini tut njerëzit. S'ka mja konfisku pasurin bashkë kërkuj heq. Vish për pres edhe që ato pare të thmive kur t'ja vepni edhe kemë shku zjedhi. Them deputet, ku e ke sot selin e partisë tënde? Aty ku e ke pas apo diku tjetër? Byroja për konfiskimin e pasurisë së palujshme. Mas pare si jemen, kjo nuk pas ka drejt mja konfisku kjo byro pasurin kërkujna. Koncepti fillestar i byros për konfiskimin e pasurisë, që që kemni në për fushata që e keni bon ju, mas pari si pararoje të i shpall njerëzit oligarket korruptume kështu, ka qenë propagandistik, populist edhe ka shërby për friksim. Edhe kjo për shërben, edhe tasht edhe qëllimi i kësaj është vish me shërby për propagand, populizm edhe friksim. Njëherë kundër oligarkve, kundër biznesëv, kundër zyrtarve publik, edhe mas shumëti kundrej opozite. Unë du me i thonë kësaj ministrës si ka këtu në Kosovë që as nuk friksohen, as nuk ikun, as nuk i hojnë këto propaganda. Ju kini menu, ose kini paraqit se kanë me morë shiritin, ma i kjeqi për juve qëto, shiritin e konfiskimit në sjetull edhe ka më shku, mja konfisku shpina i kuj. Ju e dini që zbohet qashtu, po qashtu e kini folë, qështu e kini bo propagandën, qështu e kini tut njerëzit. S'ka mja konfisku pasurin bashkë kërkuj heq. Kjo vish kalëzën që zjedhit të kjo ngat, vish për pres edhe që ato pare të thmive kur t'ja vepni edhe kemë shku zjedhit. Pra, qka të nëtu më bo këtu? Ministra ka nostalgji edhe për të kalumen e në verhodës atje. Qito kategori që i përmena, mi shpall kullak. Njerëzit e lirë. Do më thonë njerëzit që janë të djathë, janë njerëz që punojnë, që kanë biznes e këtu, mi bon tash kullak edhe mutut na pe Enverdugolli, Sali Zybe, si pëvim na mor shpi. Pa jo, abra ministrë, si zbohet kjo pun heq, asje ka e tut kërkon heq, unë edhe ta vëtoj këta sa për tut, po s'du me ta vëtu vish mi u kalzu këtyne, si kur nuk duhet mu friksu pej propagandës edhe pej që tyne pëllavra që jeni të i bon që 4-5 vjetë. Kësë së kur gjo heq. Edhe tash me ta kalzu edhe një tjetër për me përforcu. Po bile edhe me pas që s'muj me arsytu në i pasunit që s'mun është ma morë. Po as kërkush që tu heq. Edhe s'duhet më friksu bashkë kërkush. Sa i përket çështjes që u përmend shqetësimit të familjarëve të atyre që do të jenë objekti trajtimit nga byroja, e para nuk kemi të bëjmë me njerëz që duhet japin llogari për çdo cent, por shpërputhja duhet të jetë 25.000 euro e më tepër, e para. Por e dyta nuk kemi asnjë gatishmëri për të gjetur asnjë arsye, as familjare, as shoqërore, as profesionale, as shëndetësore, as morale, për të amnistuar ata të cilët pasurin e kanë fituar në kurriz të tatim paguesit. Institucion paralel nuk krijohet sepse nuk kemi asnjë institucion i cili rregullon konfiskimin civil, pra është një institut krejt i ri i të drejtës civile, dhe jemi të hapur jo vetëm për konsultim, por edhe për andamente të vlefshme për leximin e dytë nga ana opozitës, ndërsa deputetit i cili diku bënte shaka e diku kërcënonte dhe pretendonte që nuk do t'i konfiskohet pasuria bash askujt, i dërgoj të fala dhe i them, deputet, ku e ke sot selin e partisë tënde? Aty ku e ke pas apo diku tjetër? Na të zyren ministre, kemi pagu dikun ka 4.500 euro në muj për me majt, o konë prone katasit në duket, edhe nuk i kem pagu ma ato pare, mi do në zyre të reja tash. Edhe ato se kemi pas zapume, po e kemi pas të pagu ka 4.500 euro, që i bjen dhe të fyshi e asoj që ka paraqit e zyre. Po tash unë du me të vetë ty, që thëshit doj me bo do brave në 17 katë. A e bo të 17 katë. Edhe aty ka vend bëllë për mështi hojna në burg, edhe si duket ka mu mush me qëtat juvë, me kërkën tjetër. Dëgjova edhe diçka tjetër të folë. Tha e pasunia, kam ju konfisku vish atyne, kolegëve, oligarkve,
por nuk i përfshin qytetarët e rëndëmt. E qytetarët e rëndëmt kush janë? Tonjën këtu pej 2008-ës 200.000 njerëz kanë më konë subjekt i shti hetimi. Unë e kom e votu që tash u morra vesh me grupin në qëtë fazë, bashkë që të linë si për thunë ti. Edhe kur t'ja nisë më funksionu që kjo, kemë me pasë që është për del. Ose shka do më bo ti kur të nrohen rolet, e ti delsh në pozit, e tani të vim na, tani duhet na juve, mjë e tu juve.